Dhe në një konflikt që ne të gjithë kur e diskutonim nuk e dinim se kur do të ishte. Nuk e dinim se si do përfundojë. Dhe mos harrojmë se është një konflikt, domthonë në brigjet e Mesdheut. Mesdheu lag edhe Francën, lag edhe Spanjën, lag edhe Italinë, nëpërmjet e Adriatikut lag edhe Shqipërinë. E vërtet. Edhe kështu që janë interesuar gjitha palët për ta zgjidhur këtë. Folëm për një marrëveshje të fazës së parë për një konflikt që zhvilloi prej 2 vitesh, profesor, në minutat e fundit me konfliktin tjetër që po bën gati 4 vjet me Ukrainën, ç'po ndodh. Deklaratat e fundit janë nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s se Amerika po sjell armët dhe fuqinë e madhe shkatruese ushtarake për NATO-n dhe Ukrainën. Me Ukrainën si shkon zgjidhja mbas gjithë këtyre deklaratave që kemi parë edhe nga presidenti Trump drejtuar Vladimir Putinit, sepse vëmendjen e kemi patur te Gaza deri më sot. Presidenti Trump për hir të vërtetës i ka dalë, po e themi gjuhë popullore, i ka dalë shumë herë borxhit Putinit. I ka dhënë shumë aksione në aspektin duke ftuar në Alask. Në Alask, ajo, që për mua ishte një takim që Putini e kapitalizoi për interesat e veta dhe nuk bëri asgjë për ato që i kërkoi Trumpi. Ndërkohë që edhe Trump mori pasojat e kësaj ftese apo jo? Patjetër dhe Trumpi tashmë i ka dalë borxhit me gjitha drejtimet dhe është përmendja këtu është faktori Tomahawk. Do shkojnë apo nuk do shkojnë? Do shkojnë apo nuk do shkojnë. Unë kam ndjek pak mediat atje, domethënë si po reagojnë. Fillimisht thanë, ç'është Tomahawku? Nuk është, Tomahawku është teknologji e 72-73. Po, me një rrezet 2500 kilometër. Ne kemi gjeta neutralizojmë atje. Ma mrapa filloi të trashën zonin. Shiko se Tomahawku mund të ketë edhe koka bërthamore. Kërcënimi i më i fundit është i këtij Medvedevit, se atë përdorin ata kështu si ai që lef përpara. Ish presidenti rus Medvedevi. Zëvendës kryetari i Këshillit Sigurisë Kombëtare, dhe ai tha që është shumë nga kjo do ta psoj vetë Trumpi, tha, do më kërcënoj hapur, dhe ideja ishte që domethënë e përdori një shprehje që indirekt ishte mundësia e përdorimit të armëve bërthamore. Domethënë, i tha shprehimisht kështu, ajo fjala e tij që nuk mund dallohet nëse Tomahawku është me ngarkesë bërthamore apo jo. Domethënë, sipas kësaj që tha ai, i jep drejt këtyre që të përdorin doktrinën e tyre për bërthamore. Pra, nëse ai dyshon që një raketë bërthamore po vjen, ai mund të bëjë kundërgoditje bërthamore. Pra, këtu, por duket ajo nuk ngjiti fare. Është vetëm tek deklaratat. Edhe nuk ngjiti sepse tash s'po kanë më këto të Medvedevit, nuk është se po japin ndaj peshë, domethënë këto deklarimet që po bën atij. Por gjithsesi Trumpi duket i vendosur, Trumpi përfundimisht e kuptoi që me Putinin nuk ka mundësi tjera përveç se për ta detyruar. Dhe cili është detyrimi për ta arritur? Si detyrohet Vladimir Putinin për ta arritur paqen? Vladimir Putini detyrohet nëse ai është në hall për paqe. Dhe ai në hall për paqe do të vendoset nëse Ukraina përdor armë në distancë largët dhe fuqizohet në front, nëse ekonomia goditet nga sanksionet dhe tarifat 100%, nëse palët e dyta apo treta që janë klient shtetëror apo jo shtetëror, për aktor shtetëror apo jo shtetëror të Rusisë goditen, që do ta ushtojnë ata trusnin mbi atë. Pra dhe një armatimit, domethënë vetëm këto janë kushtet që e bëjnë Putinin të ulet dhe goditja. Ajo Ukrainë që është se Europa këtë duhet të kuptojë. Sa të çojë ushtarët evropian, shtetësit e tyre që më mirë të dërgoj armët. Dërgoj armë se Ukrainës janë trim dhe mbrojnë vetë vendin e tyre, ti dërgoj armën. Bile dikush e përdorte, më duket se një nga këta kryeministë, më duket se kancelari gjerman Merz e përdorte shprehjen që shiko, ne duhet të çojmë armë, duhet të mbështesim Ukrainën sepse nesër nëse bie Ukraina, ai 5% që po kërkojnë për natën do kërkohet 5 fish nesër për të rritur, kështu që më mirë një argument i dur në kohën e dur. Në kohën e dur, por ne më mirë sot për ta mbështetur Ukrainën. Dhe sot është mërkur, nesër edhe pasnesër të premten presidenti Zelenski pritet në Shtëpinë e Bardhë. Dhe jo pa qëllim ai tha fola 2 herë në telefon dhe janë ca muhabete që nuk flitin në telefon. Po ti që duhet takohemi nga afër. Kanë një çik humor edhe këto, edhe diplomacia. E vërtet, shikojmë se zhvillime do të kemi edhe për Gazën, por edhe për Ukrainën. Presidenti Trump do marrë çmimin Nobel, që është sigurt po arriti ta mbylli brenda vitit konfliktin me Rusi-Ukrainë, atëherë vitin që vjen e ka të sigurt.
sepse me këtë marrëveshjen e Gazës që të gjithë thanë jemi në kohë, Ishte fillu procesi, ishte vonë ajo. Profesor Xhavier Shala, ju falenderoj që ishit me mua sot dhe ishte kënaqësi për t'ju dëgjuar në këtë analizë për Gazën dhe Ukrainën. Faleminderit ju.